Me rastin e ditës ndërkombëtare të detarisë në portin e Durrësit, u organizua një veprimtari promovuese në të cilën u theksua se përmes qendrës së ekselencës për çështje detare do të promovohet shikimi i të ardhmes përmes detit. Drejtoresha e qendrës Serena Kovaçi theksoi se veprimtaria organizohej për të siguruar ura bashkëpunimi dhe për të orientuar gjeneratën e re drejt detit si rrugë karriere. Sot, si ta çmo është bërë traditë të vitet e fundit, porti i Durrësit hap dyert me rastin e ditës së detarisë, duke organizuar një event që këtë vit do mbaj sloganin "See the future", të shohim të ardhmen përmes detit. Ky aktivitet bashkon profesionistë, institucione, akademik, por dhe të rinj për të ndarë ide, për të diskutuar për sfidat dhe mundësitë e së ardhmes duke krijuar mes tyre ura bashkëpunimi, por njëkohësisht dhe të orientojmë gjeneratën e re që ta zgjedh detarin si një rrugë karriere. Përmes këtij aktiviteti, ne synojmë që detaria, duke qenë jo vetëm një motor zhvillimi ekonomik, social dhe teknologjik, ta paraqesim si një fushë perspektive për punësim, për inovacion dhe për bashkëpunim ndërkombëtar. Drejtori i portit Kreshnik Bayraktari theksoi se vizioni i portit merr jetë nga projekte madhore si porti detar i Porto Romanos dhe projekti i marinës së jateve. Vizioni i portit të Durrësit merr jetë mes dy projekteve madhore, të cilat shënojnë një epokë të re për portin dhe detarin shqiptare, të cilat janë porti i tregtar i integruar në Porto Romano, i cili do të kthehet në një nyje logjistike me rëndësi të veçantë për gjithë rajonin dhe jo vetëm portin, vetëm për Durrësin. Si dhe projekti tjetër madhor është dhe projekti i marinës së jateve, i cili dhe me progresin e deri tanishëm premton transformim të plotë të ballinës ujore të Durrësit turistik. Ky aktivitet është organizuar tashmë në një traditë të përvitshme në portin e Durrësit.